Eksperti i sigurisë Agi Musliu ka reaguar ndaj deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili së fundmi ka mohuar të ketë marrë pjesë në të ashtëquajturin safari snajper gjatë luftës në Bosnjë. Musliu e ka quajtur këtë mohim kontradiktor me deklarimet e mëhershme publike të vet Vučićit. Musliu ka përmendur një deklaratë të bërë nga Vučić në vitin 1994, në të cilën presidenti serb kishte thënë: "Kur filloi lufta në Bosnjë, unë shkova në Sarajev dhe u paraqita si vullnetar. Kam qenë për një kohë në varrezat hebreje." Sipas Musliut, vetë pranimi i Vučićit se ka qëndruar në pozicionet pranë varrezave hebreje, një zonë që sipas raporteve ndërkombëtare ishte përdorur për qëllime luftarake, përfshirë sulme ndaj civilëve, ngre pikpyetje serioze për rolin e tij të atëhershëm. Vetë fakti që e ka pranuar publikisht se ka qenë në pozicionet e varrezave të hebrejve në Sarajev, pikërisht aty ku sipas dëshmive dhe raportimeve ndërkombëtare u qelluan mbi civilët, e konfirmon prezencën e tij në safari snajper, ka shkruar Musliu në rrjetet sociale. Më tej, eksperti shton një sërpyetje është drejtuar presidentit të Serbisë: çfarë ka bërë Vučići sakt në pozicionin e varrezave hebreje, në çfarë operacionesh ka marrë pjesë ai? Musliu më tej ka lidhur këtë çështje me zhvillimet aktuale në Kosovë, duke akuzuar Vučićin se së bashku me Milan Radojčić dirigjon strukturat ilegale serbe në Kosovë.